Shkrimtarja rrëfen sekretin e madh. Me Edi Ramën kisha dashuri platonike, e kam pasur pedagog. Shkrimtarja Ornella Volpsi është e pranishme në Kryeqytet, ku ka treguar rrugtimin e saj nga Akademia e Arteve Brera në Itali, drejt Parisit, ku sot jeton me bashkëshortin dhe vajzën. Volpsi ishte e ftuar në takimet Letërsia dhe Qyteti përballë dy gazetarëve, Alda Bardhyli dhe Beti Njuma. Ka folur edhe për lidhjen me kryeministrin Edi Rama. Ajo është shprehur se e ka adhuruar atë herët që kur ai ishte thjesht një profesor në Akademinë e Arteve. Edin e kam takuar në moshën 18 vjeç në Institutin e Arteve. Vija nga një familje që babain ma futu në burg dhe pa vdekur Enver Hoxha nuk më lejoi të ndiqja Akademinë e Arteve. Pas vdekjes së tij, nisa studimet aty ku doja dhe u gjenda në akademi, kur Edi ishte pedagog. Ishte vetëm 22 vjeç dhe ishte aq i aftë sa e kishin mbajtur në katedër. Edi ishte dukshëm në distancë të jashtëzakonshme me ç'të ofronte Shqipëria atë kohë. Ndoshta ai kishte edhe mundësitë, por sido që të jetë, ai kishte karizmën, sharmin dhe kishte lexuar jashtëmase. Për mua, humnera mes Edit dhe profesorëve të tjerë ishte e madhe. U shpreh Volpsi, duke shtuar se me Edin isha e dashuruar në mënyrë platonike. Ai nuk më ka dashur si njeri, për mua ka qenë një gjeni, u shpreh Volpsi, duke treguar kohët kur Rama jetonte në Paris, ku kishte magjepsur të gjithë me elokuencën e kulturën e tij. Sot, shkrimtarja prezanton ekspozitën e saj të parë personale, Providence në Kod, në kryeministri, në nënkurimin e Genti i Gjikolës. Ornella Volpsi është motra e ish zëdhënëses së PD-s Laura Volpsi.